Si thoni, ndershmëria dhe sinqeriteti fiton apo jo? Dëgjojeni këtë histori deri në fund dhe vendoseni ju nëse fiton ose jo. Japonezët kanë kushtuar rasisht dhe t'i bëni like faqes që çihemi sërish, më fal që e them gjithmonë, por ndonjëri edhe harron dhe ju faleminderit që jemi për këtu bashkë. Japonezët tregojnë një histori që të bën të reflektosh thellë. Sepse kuptohet që ndershmëria, nëse keni vënë re, japonezët janë vërtet njerëz të ndershëm. Dhe këtë histori duhet ta dinë të gjithë, sepse në vendet, për shembull, të Ballkanit, kjo gjë asgjë nuk ekziston. Megjithatë unë do t'ja u tregoj. Një perandor donte që të linte perandorin e tij t'ja linte dikujt që të kishte zemër të pastër. Dhe mendoi që t'ja linte një njeriu të ri, një djalë të ri. Dhe çfarë bëri? Një ditë mblodhi të gjithë të rinjt e atij vendi dhe tha: sot do t'ju jap do t'ju jap diçka speciale. Ishte një far. Pra i secili prej jush do vitha të marrë një far. I hodhi farat aty ku ishin fara të mëdha, askush nuk e din se çfarë fare ishin, sepse i kishte fshehur mirë dhe dukeshin sikur nuk ishin fara normale. Dhe të gjitha këto farat janë speciale. Dhe unë tha do vendos kush do ta marri, tha, pozicionin tim që të bëhet perandor, ai që do të ketë rritur mirë farën që do i jap unë. Pra që e ka rritur mirë. Nuk e tha eksaktësisht nëse do të ishte e gjatë, e lartë, e trash apo ku ta di unë. Dhe të gjithë këta të rinjt morën farat dhe filluan që t'i mbillnin. Të gjithë të kënaqur sepse të gjithë ishin entuziastë që secili prej tyre kishte shansin që të bëhej perandor. Dhe perandori nuk u kishte thënë asgjë, nëse kishte ndonjë truk në të, bile askush nuk e dinte. Dhe perandori kishte edhe fëmijë të tij, por ai nuk donte që t'ja u jepte fëmijëve të tij perandorin, sepse tregonte që nuk ishin me zemër të pastërt. Dhe ai thoshte që gjithë kjo mbretëri duhet që të udhëzohet nga një njeri i pastër. Pastaj vin puna e tjerë, por së pari duhet të jetë njeri i pastër. Shiko, të bën të reflektosh shumë kjo gjë, kjo histori. Kaloi kohë dhe teksa kalonin javët, të gjithë filluan që të mbillnin ato farat dhe krenoheshin, kush krenohesh që farat e mia, fara që mora unë u rrit bima, po bëhet e madhe e ku ta di unë. Një djalosh, ishte një djalosh i vogël, një djalosh. Edhe ky mori një far. Kur shkoi tek e ëma, i tha, shiko, tha, më kanë dhënë fara, tha, me i dha perandori, tha, më dha një far, dhe unë po e mbjell, tha, sepse ka mundësi, tha, që njëri nga ne të bëhet perandor, tha, se kush do t'jetë ai që do ta rrisë më mirë pemën. E kështu bën, me kalimin e kohës, shkonte aty, i hidhte ujë, e rregullonte, e pastronte në një vazo nga ato të luleve, por për fat të keq nuk lindte. Pra nuk çelte kjo bim. Dhe ai e bëri çudi. Dhe i thot të jemës, si ka mundësi, thot, pse nuk çel? Nuk e di, zemra ime, i tha ajo. Shkoj tek shokët, i takoi shokët e tij, të gjithë kishin me ato vazot që kishin bërë secili kush ishte rritur më shumë, kush më pak, disa kishin vënë gjëra me fjalë përveç ujit, por edhe ple që të rritej sa më shpejt. Sepse kërkoni që të bëheshin perandor, pra etja për pushtet. Kaloi kohë dhe njëri nga shokët i tha, ore, pse s'bën gjë, tha, merr një far tjetër, tha, edhe hidh, tha, ose merr një bim tjetër, tha, që është rritur, ku ta di perandori, tha. Merr një bim tjetër, tha, që është rritur, tha, dhe çoje, tha, aty. Jo, tha, nuk dua, tha, unë dua, tha, që të rris këtë, dua, tha, që kjo të çel. E shikoi, e kontrolloi, asgjë. Pasi erdhën ditët që do shkonin, që do prezantonin lulen e tyre ose këtë bimën, vajti dhe e kontrolloi rrënjët, se mos kishin çel, nuk ishte çelur. Ajo ishte prerë, si mund të quhet, nuk di si vjen në shqip, nuk më vjen në shqip, dhe nuk çeli kjo. Nuk çeli, ishte tharë.
Shkoi aty, të gjithë kishin ato vazon të përduar, erdhi dita, perandori i foli që të gjithë, erdhi dita tha që do të shpall tha perandorin. I mori që të gjithë me radhë edhe u tha, sot të gjithë tha, juve që jeni këtu, unë do të zgjedh perandorin tha që do të jetë njëri prej jush. Padyshim tha, secili prej jush ka bërë punë më të madhe tha. Disa i kanë rritur këto bim, i kanë bërë të mëdha, disa janë rritur të trasha këto bim, disa me shumë gjethe dhe disa pa gjethe fare. Megjithatë keni bërë një punë kolosale, por unë vetëm një do zgjedh prej jush. Dhe kështu bëri. Kur i mori të gjithë dhe i rreshtoi aty, tha duhet të mbani, tha secili prej jush tha duhet të mbaj vazon përpara, tha, vazon me bimën që ka. Dhe djaloshi mori këtë vazon, por ishte një vazo pa lule, pa asgjë. Ai e mori vazon me shumë bile e kishte pastruar vazon, e kishte larë, e kishte rregulluar. Kur vazot e tjerëve ishte plot të pista me ujë, me balt, sepse tregonte, sipas tyre, tregonte që këta kishin bërë një punë të madhe. Kurse vetë ky djaloshi, ky e pastroi, sepse s'kishte gjë tjetër, e vetmja gjë ishte ajo vazua që i dha. Shkoi perandori dhe u shkoi direkt te ky. Kur pa të gjithë shkoi direkt te ky, tha, po ti tha, pse kjo vazo boshta nuk është rritur? Ai ishte u pre totalisht dhe tha, perandor tha, nuk lindi tha, nuk e di tha, po nuk qeli. Po pse nuk qeli tha? Nuk e di tha, unë tha u kujdesa për të, me shumë dashuri, por nuk qeli. Po vazon tha, pse e pastrove? Sepse kjo vazo tha do ta rriste dhe do ta bënte atë bim që të më jepte shansi që unë t'isha këtu dhe t'u jepja shansin edhe familjarëve të mi që t'u tregoja se sa i aft jam. Ti tha, nga sot je perandor. U shtang djali, të gjithë mbetën pa fjalë. Si ka mundësi? Pse? U ngjit në podin ku kishte përgatitur dhe tha, të rinj, ju që jeni mbledhur gjithë këtu, u pata dhënë të gjithë juve fara që t'i mbillnit, se cila duhet ishte të rritej sipas mendimit që kishit ju. Por disa prej atyre farave nuk ishin fara, ishin të pjekura, fara të pjekura që nuk lindnin. Por çuditërisht vetëm njëri prej jush tregoi sinqeritetin, sepse ky djalosh këtu, edhe pse fara nuk lindi, ai nuk e ndërroi me një far tjetër ose të shkonte që ta vidhte diku një pemë tjetër. Pra, ajo sinqeriteti dhe dashuria dhe respekti që ai kishte u shpërblye i djaloshit dhe u bë perandor. Pra, kjo tregon që është vërtet që sinqeriteti dhe ndershmëria fiton. Unë ja u them dhe për eksperiencën time. Tani pres një komentin tuaj. Ditën e mirë dhe drejt ëmbël.